Shmangja e detyrimeve tatimore nga qytetarët në rastet e ndërrimit të pronësisë së një automjeti kanë detyruar Ministrinë e Transporteve që të kërkojë një dosje më të plotë me dokumenta. Kjo masë është marrë në kuadër të luftës anti-informalitet dhe parashikon që do mos bëhet asnjë shit blerje automjetesh, pa verifikuar më parë nëse ato kanë detyrime të papaguara. Ishin krijuar probleme me transaksionet e shitjes mjeteve, sepse jo vetëm që nuk ishin evidentoshin saktë pronarët e rinj të mjetit, e dokumentacioni ishte i mangët kur kryeshin këto transaksione tek noterët, por dhe detyrimet financiare që barteshin nga blerësi i vjetër tek Iriu vazhdonin dhe njerëzit nuk e dinin akoma mbi detyrimet e taksave, sepse nuk paraqiteshin në drejtorinë e transportit rrugor për të bërë përditësimin e lejës së qarkullimit që evidenton pronarin e ri të mjetit. Është detyrimi i kodit rrugor për brenda 10 ditësh kur shitet mjeti që duhet bërë edhe ky përditësim i lejës së qarkullimit dhe njerëzit e neglizhonin këtë gjë. Nëse këto kërkesa nuk do të zbatohen, atëherë në udhëzim parashikohen edhe masa penalizuese. Parashikohen një kujtesë për të gjithë ata që nuk i kryejnë këto veprime, kanë në kodin rrugor ishin parashikuar penalitete financiare dhe probleme të tjera në qarkullim nëse nuk do të kryen siç duhen këto veprime. Udhëzimi ndër të tjera ka shtuar edhe elementët e kontratës notariale, e cila duhet të përmbajë generalitetet e plota të personave në cilësinë e shitësit dhe të blerësit, të dhëna teknike të mjetit dhe mbi të gjitha detyrimet financiare ndaj drejtorisë rrugore.